Si është situata deri tani, a ka pasur përplasje mes qytetarëve dhe mbase punonjësve të bashkisë? Ju përshëndes, tashmë protesta është vendosur në aksin kryesor të qytetit Vlorës, pranë kapeles ku ndodhem, është një nga akset që lidh disa rrugë në qytet, është pezulluar komplet qarkullimi i automjeteve në qytetin e Vlorës. Tashmë jemi në kaos në gjithë qytetin, nuk ka përveç pjesës së ujit, tashmë nuk ka dhe lëvizje të qarkullimit të autometeve. Të gjithë janë në proteste, është me qindra qytetarë që kanë bllokuar këtë aks rrugor, lejohen vetëm ambulancat shkojnë drejt spitalit, për shkak se aksi ku ndodhem bën lidhjen kryesore të qytetit me rrugën e spitalit dhe qytetarët lejojnë vetëm kalimin e ambulancave në këto momente. Kërkojnë vetëm pjesën e ujit, nuk duan një përgjigje se kur do vi uji në qytetin e Vlorës, nuk ka një përgjigje përfundimtare deri në këto momente, nga ujësjellsi është thënë që mbas dite do tentohet përsëri të vendoset në kontroll dhe ardhja e ujit drejt depozitave kryesore, po akoma kjo nuk është përfunduar vendosja e remontit dhe vendosja e pjesës. Është bërë porositja e një pjese të këtij tubacioni, për shkak se është një tubacion i rrallë, thonë përfaqësuesit e ujësjellsit, është një linjë mishe dhe pjesa është porositur në Turqi. Nuk dihet kur do vi kjo pjesa nga Turqia për të bërë zgjedhjen përfundimtare. Në qytetin e Vlorës tashmë ka kaluar në një emergjencë, mund të themi, me 10 bote të ardhur dhe nga Tirana, nga Fieri, nga Bashkia Selenis, botet që ka në dispozicion zjarfiksja Vlorë tashmë kanë kaluar në emergjencë, po mbushen pranë pompave dhe burimit kryesor të ujit në qytetin e Vlorës dhe ka filluar shpërndarja aty ku ka pat nevojë familjarët, po është e pamundur të mbulohet qyteti me këto 10-15 bote që janë vendosur në dispozicion nga ana e Bashkisë Vlorë. Puna te pjesa e remontit vazhdon, qytetarët janë, siç e shikojmë në këtë protest. Banor, mund të afrohemi, të flasim? Je në protest? Po, pore. Falenderoj gjithë. Je në protest sot? Po, pore. Sa ditë ke pa ujë? Kam 6 ditë sot. Si ja ke bërë këto ditë? Kam vetëm ushtë ujë në det. Në det? Po. Marrë ma taksinën me qera, pagoj 5.000 leka, edhe mbush dy komtal ujë dhe vjen në shtëpi, janë ka 10 me shtëpi, janë 5 frym. Unë falenderoj gjithë. Nuk e ke parë ndonjëherë këtë situatë në Jo. S'ka ndodhur asnjëherë? Ndodhi dhe njerë para një vite gjysmë, do që plasi situacioni, pak ditë zgjati, po nuk mbahet shtëpia me andre, zotëri, shteti duhet shtet, ne nuk kemi shtet, neve nuk kemi shtet, në shteti ynë është i gjithë i korruptuar, të gjithë, pa përjashtim, asnjë robë zoti nuk kanë atje, duhet ikin, zotëri, i duhet, unë dua ujë të laj, vetëm ujë, për ta kërkojmë. Që e rrugë, i ke përfundë dhe rrugë, i ke bërë dreke dhe rrugë, s'keni nas rrugë, i ke prishur të gjitha i ke prishur ti. Ti i ke prishur të gjitha. S'kene në gjithë Vlorë, tu e ke bërë Vlorë në 4 urë. Kjo është protesta e qytetarëve të Vlorës që janë të revoltuar në këtë të pazakontë që mund të themi. Ka patur disa herë ndërprerje të ujit edhe në pjesën e sezonit, po ka qenë një ditë, 2 ditë. 5 ditë pa ujë nuk ka patur asnjë ditë qyteti i ujit. Kjo është gati në ditën e 5 qyteti është në situatë vërtet alarmante. Gjelëm vetëm në banjë. Algert. Hajde afrohemi. Nga ke ardhur? Ka marrë nga Italia, që pardije edhe jemi pa ujë, nuk kemi ku lajmi. U qelbëm. Është turp njerë, është turp.